Lezhë ka përkujtuar 547 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, ngjarje që shënon fundin e një perandërie që mbajti të pathyeshëm shtetin e Arbrit. Në ceremoninë organizuar pranë vendvarimit të Skënderbeut, drejtues vendor, klerik dhe deputet të zonës kanë vendosur buqeta me lule dhe kanë bërë omazhe në nderim të kësaj figure, që në fund të jetës zgjodhi të shenjëronte Lezhën, duke vendosur që të prejë përjetësisht në këtë tokë. Ndërsa ka vlerësuar këtë moment që e ktheu Lezhën në një qendër të vëmendjes, krye bashkisë Viktor Tushaj ka vlerësuar figurën e Skënderbeut. Kjo ditë shënon përmbylljen e një prej periudhave më të shndritshme të historisë sonë, kur Shqipëria ju imponua Europës si mbrojtëse e qytetërimit dhe civilizimit të saj, dhe Gjergj Kastrioti hyri në historinë e mesjetës si një ndër generalet më të mëdhenj të epokës vet. Në referimin e tyre për 547 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, përfaqësuesit e komuniteteve fetare kanë vënë theksin e fjalës së tyre tek e drejta e luftës së Skënderbeut për paqe dhe liri, duke shtuar se ky hero duhet të jetë shembull që të udhëheq edhe të sotmen tonë.